Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka udhëzuar neve që kur t'i ngrisim duart për ta lutur Allahun, ka kërkuar prej neve me u kon të bindur në përgjigjen që do ta gjejmë tek Zoti. Ud'u Allaha wa antum muqinuna bil ijaba. Luteni Allahun e lartësuar duke qenë të bindur se Allahu do t'i përgjigjet lutjeve të juaja. Kur robi e lut Allahun dhe i drejtohet atij me kërkesë, le ta përmirësoj mendimin e tij për Allahun duke qenë i bindur se Allahu është i plotfuqishëm për mja realizu kërkesën e tij. Se Allahu Azza wa Jall i përgjigjet atij që lut dhe shpreson tek ai. Ai e dëgjon lutjen, i njeh mendimet e njerëzve dhe i kupton ndjenjat edhe nëse gjuha e njeriu nuk është e aftë të shpalos ato që është duke ndjenë. Por Allahu Azza wa Jall e din nevojën e secilit, ani pse nevoja e tij ndoshta nuk mund me ju paraqit Zotit me gjuhën e tij, nuk mund me shpalos atë nevojë që e ka bash në mënyrë më të duhur, por Allahu e kupton gjuhën e zemrës, ani pse gjuha e trupit nuk arrin për me e tregu nevojën që e ka.